Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet në seancë plenare më datë 29 maj në orën 12 në sallën e seancave. Urdhrin e ka firmosur kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali, e cila ka thirrur seancën e parë pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Në rendin e ditës janë parashikuar vetëm 2 pika, ajo e miratimit të procesverbalit të seancës së fundit dhe njoftimit që kanë mbritur në Kuvend. Përpara urdhrit të Spiropalit ishte planifikuar mbajtja e mbledhjes së konferencës së kryetarëve të mërkurën, por kjo gjë nuk ka ndodhur. Mësohet se konferenca e kryetarëve do të mblidhet më 29 maj, 2 orë përpara nisjes së seancës plenare. Parlamenti shkoi me pushime më datë 17 mars për shkak të zgjedhjeve parlamentare, ndërsa kjo legjislaturë mbyll përfundimisht punën më 8 korrik. Duke qenë se mandati i Kuvendit aktual përfundon më 9 shtator 2025, seanca e parë e Kuvendit të ri pritet të zhvillohet atë ditë. Në seancën e parë, deputetët e rinj të dalë nga zgjedhjet e 11 maj do të bëjnë betimin dhe do të zgjidhet kryetari i ri i Kuvendit, duke shënuar fillimin zyrtar të legjislaturës së 32 të Shqipërisë, e cila është e mandatuar deri në shtatorin e vitit 2029.